Zyra e jashtme për çështje penale Sfeti Nikoll ngriti kallëzim penal në prokurorinë e Sfeti Nikollës kundër 39 vjeçares nga Shkupi me inicialet DP, me dyshimin për kryerjen e veprës penale kryerje e pakujdesshme e detyrës. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se DP në periudhën nga 18 nëntori 2022 deri më 21 gusht 2024, si kryetare e Komisionit për vlerësimin e përmbushjes së kushteve në lidhje me hapësirën, pajisjet dhe personelin për kultivimin e kanabizit për qëllime mjekësore në Ministrinë e Shëndetësisë, veproi me neglizhencë gjatë kryerjes së detyrave të saj zyrtare. Nga ministria thonë se ajo ishte e detyruar të organizonte të paktën 2 kontrolle në periudhën nga mbjellja deri në korrje, por ky kontroll inspektues nuk u bë. Edhe pse në përputhje me ligjin për kontrollin e drogave narkotike dhe substancave psikotrope ishte detyruar të organizonte të paktën 2 kontrolle në periudhën nga mbjellja ose mbjellja deri në korrje, ajo nuk organizoi dhe nuk kreu kontrolle inspektuese për një person juridik në Sfeti Nikoll që prodhonte kanabis mjekësor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se edhe pse kompania kishte dorëzuar njoftime gjatë viteve 2022 dhe 2023, e dyshuara nuk i ka kryer kontrollet e detyrueshme sipas ligjit. Si pasojë, ajo i ka mundësuar kompanisë të prodhojë 56 kg kanabis, më shumë se sasia e lejuar. Kjo sasi e tepërt është konstatuar gjatë një kontrolli të kryer më 19 shkurt 2025 dhe është evidentuar me proces verbal.